Në momentin që hapa derën e dhomës, aty pash tragjedinë. Pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua për të ndarë letrën e radhës, rrëfimin e radhës. Ky rrëfim është nga ato rrëfimet që unë i urrej. Do me thënë ato rrëfimet që të thyej në shpirt, të përvëlojnë në zemër dhe ta shkatrojnë komplet vizionin e jetës. Këtë rrëfimin që do të ndaj sonte me ju ma ka shkruar një emigrant, një djalë i sinqert, i cili ka treguar tmerrin që ka kaluar në jetën e tij. Shoku i tij i ngushtë ja ka bërë varin bashkë me të fejuarën, të cilët kanë jetuar në vendlindje. Përshëndetje Tiranë. Fillimisht njëherë uroj që të jesh mirë dhe uroj me zemër që letra ime të marrë radhën në rrëfimet e tua. Unë që po të shkruaj jam një emigrant nga Gjermania. Erdha në Gjermani, jo se nuk i kisha kushtet e mira në Kosovë, por sepse doja që personin tim të jetës, atë femër që unë i besova për ta bërë grua, për t'i dhënë lumturinë më të madhe, për ta mbajtur si një princesh, doja që t'ja plotësoj të gjitha kushtet dhe të mos t'i mungonte asnjë gjë. Dhe për këtë gjë vendosa që të lë nënën, babain dhe motrën të vi këtu, të punoj me orë të tëra, të mos di ku i kam rrethin, familjen, të mos di kur ha edhe pi, vetëm e vetëm që ajo femër të ishte e lumtur në jetë me mua. U njohëm rastësisht. Ishim në një dasëm, mu duk një vajzë shumë e bukur, shumë e ëmbël, shumë paqësore, dhe dëshiroja që të ndroj një kontakt me të. Vendosëm, kontaktet i ndruam, jo me njëherë, por unë i thash gocës të dajës time, ti e njihja të gocën, foli për mua dhe nëse mundesh, kaloja në mbitim. Ishte e para ajo që më shkruajti mua, jo unë asaj. Kur e pash mesazhin e saj, në fillim nuk e njoha, po kur ma tregoi emrin, fillova që të dritesha. Emocionet më kapluan, nuk e besoja dot. Ajo femra aq e bukur, me atë trupin dinjitos, më shkruante mua. Unë ndjeva një burr i vërtet, unë ndjeva një mashkull i vërtet, ndoshta që në atë moment bukuria e saj më rëmbeu. Isha duke pirë kafe me shokët në atë moment dhe si tërbuar u ngrita nga lokali dhe vrapova drejt rrugës për ta pyetur se nëse mund të fliste një minutë. Dëshiroja t'ia dëgjoja zërin, të vërtetohesha që ishte ajo. Ma ngriti telefonin me shumë edukat, e mbaj mend, faleminderit për respektin, më tha, dhe filluam që të shkruajmë gradualisht. Shkrimi jon nisi që në atë moment. Sa po ula në karige, falenderova dhe i urova një ditë të bukur. Dita ditës po afroheshim sa më shumë. Ndanim mesazhe, ndanim fotografi, ndanim momente, dilnim dhe takoheshim dhe unë pas 6 muajsh dëshiroja që ta zyrtarizoj këtë marrëdhënie. E pyeta atë nëse ishte dakord, më tha jam dakord me se s'bën. Bisedua me prindërit, vendosëm që të dy dhe u fejuam. Ishin ditët më të bukura. Prindërit e saj që në ditën e parë më deshtën pafund. Unë dhe ajo kishim një raport jashtëzakonisht të mirë. Dilnim me shok, dilnim me shoqe dhe çdo të shtunë e kishim një lloj tradite që në mbrëmje dilnim me shokët edhe me gratë. Nuk e mendoja që natyra e hapur që ajo kishte do ta bënte atë që të krijonte ndjenja për shokun tim më të ngushtë. Ditët kalonin. Unë ndonjëherë kisha lek, ndonjëherë s'kisha lek. Djali i ri me një rrogë.
dhe vendosa që për një periudhë të iki në Gjermani. Gjeta punë me aplikim, ika në fillim nuk ishte dakord, por më pas ra dakord edhe unë thova. Kur u thova për në Gjermani, kontaktet tona filluan që të rallohen, sepse unë këtu isha në punë, duheshte të punoj, duheshte të siguroj të ardhme. Punoja si të shmëndur, punoja nga 2 punë. Zgjohesha dhe fleja vetëm në shtëpinë time. Nuk dija as kafe, nuk dija as shëtitje, vetëm bëja para dhe i dërgoja asaj në Western Union. Ndërsa ajo e kishte për detyrë të kënaqet, të shëtitën dhe të argëtohet me miket e saja. Asnjëherë nuk e pyesja se ku shkonte. Ajo që e pyesja ishte: a ke para? Kënaqu, jeto momentin. Doja ta shoh shumë të lumtur. U largova krejtësisht nga prindërit e mi. Babai shpeshherë më bënte telefon, më thonte: "Bir, je humb, çfarë po ndodh me ty?" Unë po punoja si i çmendur. Verës do të kthehesha në vendlindje. Nuk i tregova sepse dëshiroja që t'i bëj surprizë. Me shokët kemi një grup në Viber që shkruajmë. Por atëherë nuk u tregova as shokëve të mi që po vi. Dhe ne kishim një banesë me qera ku rinim të gjithë shokët. Dhe çelësin e asaj banesës e kishim të gjithë. Kur mbrita në vendlindje, thash të shkoj te banesa ime për të lërë ca gjëra dhe më pas të ik të takoj të dashurën time. Mora taksin, shkova te banesa dhe në hyrje të banesës pash 2 palë atlete. Një palë atlete meshkush dhe një palë femrash. Nuk u avura mendjen. Në momentin që hapa derën e dhomës, aty pash tragjedin. E fejuara ime kryente marrëdhënie intime me shokun tim më të ngushtë. Thjesht e mbylla derën edhe ika. Ato u shokuan nga që nuk më prisnin. Shoku im vrapoi pas meje, ajo nuk foli. Dhe thjesht shkova në agjension, preva edhe më njëherë biletën edhe ika përsëri për në Gjermani. Askush nuk e di këtë gjë. Prindërit e mi nuk e din, familja e saj nuk e din. Ajo ka tentuar 2 herë të më thret në telefon, por nuk ja hap. Nuk e di se çfarë të bëj, kam frikën më të madhe. Dua të marr mendimin tuaj. Jam në një siklet të madh. A ta lë apo të vazhdoj me të?